Jemi futur sërish në transmetim të drejt për drejt. Kemi ullur rezolucionin e transmetimit nga Full High Definition 720 HD, kështu që shpresoj që tashme mos kemi ngjecje të figurës. Atëherë vazhdojmë eksplorojmë qytetarën e re këtu në Sarand. Vazhdojmë. Shpresoj që mos e gjeci figura sërish. Dhe i keq sepse ishim rreth 250 persona direkt, por interneti kishte shumë probleme, kështu që më desh të ndërprisja transmetimin e parë. Dhe për të futur në këtë transmetim tjetër këtu në Sarand. Bujar, faleminderit, të përshëndes edhe unë. Bujar i cili na ndjek nga Gjermania. Respekte Bujar. Kemi edhe peshkatarët, cilët kanë dalë për të peshkuar. Shoh edhe një motor Vespa. Temperatura është rritur ndjeshëm tashme. Vajt 21 gradë. Ndaj edhe qytetarët u rralluan qytetare, nuk ka shumë qytetarë tashme në lëvizje.
Arjan, përshëndetje. Jo, nuk ka rër. Në përgjithësi deti jon nuk ka prezencë të rërës. Ndoshta hedhin rër kur filloi plazhi, nuk e di. Enzo, përshëndetje. Mirë se erdhe. Huj duket i pastër. Tek tuk shihet edhe ndonjë qese e vogël, por gjithsesi është okay. Ndihet era e jonit. Mbrëmja pasditja këtu është shumë e bukur, fatikisht ka shumë qytetarë të cilët dalin për të shtitur. Jemi të për të marrë një akullore. Të lutem një kështu? Po. Faleminderit. Dalësh te nga ana tjetër se andaj si gjerë. S'ka gjë. Me që se do akullore. Ka problem. Faleminderit shumë. Kalofshi bukur edhe sezon në bar. Dhe juve, inshallah. Faleminderit. Super akullore. Pra. 100 lekë të reja, jatë shpimet, 80 cent, shpimi arsyeshëm, mendoje. Shumë temperaturë, kështu që na u desh akulloria. Ka pak zhurmë, se ende vazhdojmë punimet këtu.
Pra, kjo shtetëtor ka një gjatësitë konsiderueshme, ndoshta me sy mund ta mas rreth ndoshta 2 kilometra, më pak ndoshta. Por flitet që do të ketë një zgjatim të shëndetores, pra do të spostohet pjesa e portit që i cili ndodhet aty. Kështu që mendoj se do ishte fantastike që shëndetoria të shkonte deri tek cepja, domethënë. Komplet kjo pjesa e plazhit do të jetë një plazh publik. Mendoj se duhet hidhet një rër këtu, pak një rër e ashpër, sepse rrajimet për 24 orë merr deti tuti akoma, por një rër siç është për shembull pjesa e në Vërmi, është më qëndrueshme ajo, sepse shikoj që ka shumë gurë poshtë, fatkesisht nuk duhet lënë në këtë mënyrë, kështu që besoj se do të ketë rryrje. Do të zbres edhe pas pak ta shoh, por besoj se do të jetë i ftohtë. Shpresoj që shatrivanet të funksionojnë kur të hapet sezoni, sepse krijon më tepër atmosferë, krijon më tepër gjallëri. Sot po vendoseshin edhe sistemi ndriçimit këtu, pas punëtorët që po vendosnin dritat LED. Mano Enzo mos na fillo muhabet politik. Dikush mbrëm tek
tek një koment, tek video mbrëmshme që kam bërë këtu në Saran, me komentante, ndje për të qeshur, sa paguhesh nga taksat tona që bën këto video. Mendoj që këto tipa që bëjnë këto komentesh janë tipat dembel që rrinë para kompjuterit, para televizorit, para telefonit, nuk din bën asgjë në jetë. Nuk e di, kanë dëgjuar fjalën youtuber, pra janë persona të cilët nuk paguhen nga taksa ose nga individ, por bëjnë video të cilët kanë audienca të caktuara. Kështu që nuk e di çfarë komente t'i jap këtij individi. Unë as jam i konsuar diku, as shu, as kund. Pra unë merrem më tepër me evente të ndryshme, por duke parë që sezoni këtë vit ishte shumë i dobët, sepse ishte pjesa e pandemisë, përshëndetje, fillova të bëja edhe këto video, sepse është në natyrën time që unë e pëlqej diçka të bukur, pëlqej natyrën, dua që vendi im të eci, të jetë i bukur, siç është Budva, siç është Kroacia, siç janë vende të tjera të paktën në Ballkan. Kështu që kemi dhe persona të tillë që mendojnë kundër, mendojnë ndryshe, mendojnë politikisht. Por nuk Aman o burr, unë bëj 500 km për të ardhur këtu, sepse doja shumë që ta filmoja pjesën e shëndetores. Kisha parë foto ndryshme në internet, por tipa të tillë mendojnë negativisht. Sa të bëjmë, s'ka pyll pa derra. Në gjithë botën ka persona të cilët filmojnë video si ky variant që bëj unë, video duke ecur, walking quhen këto. Dhe duke ecur mund ta shkruash në YouTube, walking New York, walking Paris, nuk e di çfarë të duash, do dalin video të tilla. Tani një amerikan që filmon video duke ecur New York, si ti themi ne, Biden të ka paguar për të bërë video New York? Më vjen për të qeshur për zotin. Gallat me shqiptarin. Nuk do ishte keq edhe të paguhesh, apo nuk është e vërtetë, domethënë nuk as kam asnjë lloj premise të tilla. Okej. Atëherë po afrohem pak buzdetit, sepse jemi në një nivel pak të ulët këtu. Pra unë video për Shqipërinë kam bërë edhe në 2009, kam bërë në 2010, kushdo mund të futet në kanal, mund të shikoj videot e vjetra që kam bërë unë nga vendi ynë, si i bie pastaj. Okej. Një sqarim që se mbaja do të ndaj e thash. Jam kurioz për ujin. Fantastik uj. Nuk që ka i fëtot. Super uj. Përshëndetje Florin, faleminderit. Rosa thot presidenti amerikan me origjinë shqiptare. Okej. Tashmë do doja të fokusoja një pjesë negative këtu.
Pra kemi mbetërinjat e hedhura. Shpresoj që do të pastrohen sa po punimet përfundojnë. Pra, sipas informacioneve që mora nga punonjësit këtu, pretendohet që punimet të përfundojnë në datë 12 ose në datë 14. Fiks për sezonin turistik. Është më bukur me pishat se sa me palmat, është më bukur me palmat se sa me pishat që janë vendosur atje, dhe ishte shumë bukur të ishin vendosur palma. Tek pjesa që kalua me shtetores. Atëherë të lexoj ndonjë koment. Deti i kaltër, deti fantastik fare. I kaltër dhe i pastër, vetëm pjesa e Bregdetit kërkon pak pastrim. Kristal fare. Okej. Albanian culture. Përshëndetje nga televizioni Kultura Shqiptare. Përshëndes dhe unë Kultura Shqiptare. Rekomandoj edhe adventurët e Julit se do e kuptoj që kush po bukon atë. Po të thash, pra ne jemi personat të cilët bëjmë video për YouTube, nuk ka lidhje. Fjala YouTuber është një fjalë e cila personi punon për YouTube-in. Nuk punon për asnjë individ tjetër. Përshëndetje nga New Yorku. Iliri, Gjermani. Lirë respekte. Pra këtu është pjesa që ka ngelur e papërfunduar e shëndetores. Tek pjesa ballore kemi portin, porti Sarandës. Mario thot tip që po e sheh live thot, apo të duket i njëjtë me vendet që kemi për rreth. Jo Mario, nuk e them këtë, pra jemi akoma mbrapa. Unë shkoj shpesh në Budva, sepse bëj klipet e çifteve, siç e thash, punoj shumë me eventet, me fotografimin e eventeve dhe me videon. Edhe shkoj shpesh në Budva, sepse e kemi afër, por është komplet ndryshe atje, nuk diskutohet. Gjithsesi kjo shëndetore jep vlera shumë qytetit Sarandës, dhe mendoj se do të kemi një afrimitet të pjesës së bukur. Thjesht e nënvizova edhe më parë që këtu përveç pjesës shëndetores duhet ndërhyrë edhe tek pjesa e plazhit. Por besoj se do përfundoj punimet edhe do të ketë një tjetër imazh kjo zonë. Mirë miqtë e mi,
Shikoj që numri i ndjekësve po rritet përsëri, sepse live streami i parë kishte probleme prej rrjetit celular, rrjetit famshëm që ka Shqipëria. Më vjen mirë që numri po rritet, sepse kemi më shumë persona të cilët bëjnë komente, sjellin mendimet dhe opinionet e tyre, kështu që mund të shkruani përshtypjet tuaja, mund të jepni një mendim, një sugjerim, mund të kërkoni edhe për ndonjë qytet tjetër të Shqipërisë. Atëherë po lexoj pa komentet, ose mund të kija këtu. Po, Kotor, po kam qenë aty, por kur shkoj aty nuk bë video live stream, por besoj se do të rishimi edhe në këtë zona me live stream. Ka ndryshuar Saranda që nga koha e PD-s. Aman o burr, tash i besmir. Aman me këto komente burr, politike burr, s'ka lidhje burr. Pllakat e bardha bëhen pis. Tash ti mbajmë pastër që mos bëhen pis. Miqtë e mi, unë mendoj që do të jemi pozitiv tek komentet, tek mendimet, tek opinionet, mos mendojmë negativisht, sepse Shqipëria ka nevojë që të bëhet e bukur, kushdo që të jetë do të bëjë detyrën e tij, kështu që thjesht ky Bregdet e meriton të jetë i bukur. Elvira, faleminderit dhe ty për komentin. Reçi, Nikol, faleminderit. Sa po të përfundojmë punimet këtu, unë do të vi sërish. Do doja të fiksoja pak pjesën e bulevardeve këtu. Përshëndetje nga Athina. Përshëndes dhe unë. Korfuzi, nga ka marrë Mahandi thot, filma për Korfuzin. Nuk mundu do të që të shkoj sot atje, sepse ose do t'jem këtu në mbrëmje, sonte, sërish këtu në Sarandë, ose do të shkoj në Himar. Ndoshta edhe në Vlorë, nuk e di. Mirë miqtë e mi, atëherë nëse dëshironi mund të bëni share kësaj video, që të jemi sa më shumë persona në live stream.
Kemi këtë rrugicën drejt këtu. Kemi pjesën poshtë që është buzë detit. Pra janë dy pjesë të shëndetores, vi paralele me njëra tjetrën. Pellaz Gjelir mendoj se do të jenë në zonat tjera, do të jetë gati për sezonin e turizmit, po besmirë. Mendohet që do të përërohet kjo shëndetore pas një jave, pra në datë 12 mendohet të bëhet përërimi. Gjithsesi unë shikoj punime që janë akoma mbrapa, por mendohet që të mbaroj në datë 12. Bëjnë punën dhe mbetjet i lejnë aty. Po pra, si duket i mbledhin ndarkët ndoshta, nuk e di. Si punojnë ditën e diel? Punojnë sepse presupozohet që në datë 12 bëhet inaugurimi, prandaj po punohet në mënyrë intensive. Nuk kanë mbaruar alket akoma punimet. Pra po i lexoj komentet me radhë. Përshëndetje, Adis Asani nga Slovakia. Pra shikoj që kemi fansa të rinj. Fansave të rinj them që nëse dëshironi mund të bëni subscribe në kanal, sepse unë bëj video live në gjithë Shqipërinë, por edhe më tej. Arian Shaba, po bukur Arian. Po gurët nga plazhi do kujtohet Jeri i heqi. Al Galdino për gurët thash do të vi herë tjetër kur të ketë përfunduar komplet punimet kjo shëndetore dhe do të shohim. Enzo thot në datë 16 përfundojnë punimet dhe pushimet startojnë. Dakor, Enzo, unë nuk është se jam i zonës dhe nuk kam informacion 100% sigurt. Gjithsesi 12 zbërë 16 është afër. Enea, faleminderit Enea, të përshëndes. Hekuranuka, faleminderit Hekuran, respekte nga ana ime. Po Ilir Pellazg për monument ose bustet të herojve tonë kombëtar, ose akoma më tepër të historisë sonë kombëtare, duhet të ketë, edhe unë jam aty, por thash, janë në zona caktuara. Për shembull në Apolloni janë buste ose monumente të tjera, diku tjetër janë tjera, kështu që përshëndetje nga Greqia. Tek Volga isha para një jave, video është në kanal. Kam bërë 2 video tek Volga. Mund ta shkruash në YouTube shëndetore Taulantja, edhe emrin tim, Albert Vaja, edhe do të dali video. Është një video super e bukur ajo. Është shëndetore Taulantja, e cila quhet Volga ndryshe. Respekt për videon, faleminderit e respekt edhe nga ana ime. Ju kërkoj ndjes për zhurmën, për është generatori i punëtorëve të cilët akoma punojnë tek kjo shëndetore. Përshëndetje nga Gjermania, Romeo, përshëndes dhe unë Romeo, faleminderit shumë. Sa bën një dhomë Aurelio, unë erdha mbrëm këtu edhe nuk kishte dhoma të vogla, se isha vetëm, por pagova dhomën ndryshe që pagua 30 euro. Pra erdha në një orar, nuk kërkova shumë për hotelet të tjera, sepse e sigur që ka dhe më lirë, por erdha në orën 10, bëra live streamin deri në orën 11:30 të natës, kështu që nuk kërkova shumë, direkt tek hoteli parë hyra dhe
pernotova aty. Pra ky hotel ishte shumë afër shëndetores, kështu që besoj se po të lëviz pak më tutje mund të gjesh hotele edhe me 20 euro. Nuk e di. Dhe ju kërkoja mirëkuptim nëse nuk i përgjigjim të gjitha komenteve. Përshëndetje nga televizja. Më shkruan dikush. Ka shumë dritë dhe mezi lexoj edhe komentet. Po pra, dhe më thënë Enzo thotë dhomat kushtojnë sa të kesh xhepin. Fiks, atë do e të thoja dhe unë. Nëse ti kërkon për dhomë të lirë, e sigur që gjen. Faleminderit. Gjorgjin thot na filmo Shirokën. Gjorgjin e ke video në kanal, e kam postuar para 3 ditësh. Futu tek kanali në YouTube, aty ke video në Shirokës, e cila ka marrë një audiencë shumë të mirë. Është pëlqyer shumë ajo video e Shirokës. Atëherë do duhet të afrohesh pak pjesës së bregut të detit. Nuk pas ka asnjë tavolinë bosh. Mendova të ulja diku, por nuk pas ka. Janë gjitha zëna. Shihet nga pamjet, të gjitha karriget janë të zëna, tavolinat janë të zëna.
Më ka pëlqyer shumë Shiroka, ishte një fshat shumë i bukur. Ju asgjëroj që të shkoni ta vizitoni. Më të shihni fillimisht pamjet në YouTube, në kanalin tim YouTube. Më pëlqeu pjesa e qilimit, e cila ishte mozaiku i qilimit, ishte pika ku unë u fokusova më tepër. Kam bërë pamje të ndryshme me dronin tim. Pra më pëlqeu shumë ajo pamje. Një vizatim shumë i bukur në gur. Po. Po, që mbrëm. Që mbrëm. Përshëndes. Po ja, kur është diçka e bukur, duhet shfaqur. Faleminderit. Pra jam fansat të cilët kam parë videon e mbrëmshme. Videon e mbrëmshme që kam transmetuar mbrëm live. Dhe më pyeti ti ishe mbrëm, po unë isha. Okej. Unë pas pak do t'jem të Lëkursi. Është objektet e lartë, në Kodër, si që shini. Është ai objekti aty. Do bëj disa pamje aty. Lëkursi quhet. Është shumë bukur. Aurelio, faleminderit për super sticker. E çmoj shumë, faleminderit. Përshëndes. Kush dëshiron mund të bëhet dhe member në kanal, duke zgjedhur opsionin, janë 3 opsione, 3 nivele. Të gjitha komente pozitive na motivojnë më shumë fatikisht, më thënë drejtën. Edhe I falenderoj për komentet. Të gjithë. Pra kam bërë 260 km dje për të ardhur këtu. Edhe 260 që do të kthehem, rreth 500 km, sepse kisha parë fotot në shëtitoria këtu në Sarand. Dhe nuk prita. Por erdha sot, me gjesi ishtë ditë e djel, ditë pushimi, erdha që të bëja këtë live stream.
Gjithmonë ka pëlqyer Saranda, por mendoj se i ka munguar kjo shëndetore Sarandës. Të themi realitetin, këtu ka qenë një rrompall me kioska, me gjëra, me zaptime territoresh. Pra mendoj që për turistët pjesa ballore është mjaftueshëm për lokalet dhe restorantet për të shërbyer. Nuk ka nevojë tani një person të vendosë një kiosk këtu edhe të zaptoj vendin. Po ana, po, kur komendat janë pozitive, shtohet motivi për të bërë diçka të bukur, kështu që shikoni sa ujë i kaltër. Deti jon. Më pëlqen shumë deti jon. Jo se nuk pëlqen Adriatiku, por joni më pëlqen më tepër për pjesën e pastërtisë, më duket më pastër këtu. Për mua personalisht Rëra është pak e bezdisshme, ndërsa plazhi nga Dërmiu e këtej vjen pak me gur të vegjël, kështu që e preferoj shumë të plazhin e jugut. Në përgjithësi e preferoj jugun. Ndaj edhe preferoj që të ketë sa më tepër ndërhyrje, sepse turizmi pasurohet, lokalet kanë më tepër punë, plus edhe ne si vizitor shijojmë pamjet. Atëherë vazhdojmë të pjesë qytetarës deri aty edhe kthehemi, ndërkohë pastaj do të bëj dhe mbyllje live streamit, sepse do pushoj pak edhe do të bëj një live stream tjetër pasdite. Pasdite do të futem te rrugët e qytetit, përmes qytetit, edhe do të zbres qytetare. Miqtë e mi, ndjes nëse nuk e lexoj gjitha komentet, se jam në lëvizje, plus edhe drita është shumë e fortë. Është tema e fortë, sepse refleksi i pllakave kthehet. Edhe është pak e vështirë të lexohen komentet. Pra dikush shkruante këtu që plazhet do të jenë publike ose private. Besoj 100% do të jenë publike, siç pam edhe mbi shkrimin tek tabela pak më poshtë. Nëse do privatizoj edhe kjo pjesë kaq e vogël, për mendimin tim do të ishte krejt palogjik, sepse s'do të përdor fjalën termin kriminale, por vërtet do ishte shumë negative. Do ishte shumë negative që të privatizoj ky plazh kaq i vogël që është për qytetarët e Sarandës ose të gjithë Shqipërisë. Sepse siç pam edhe pak minuta më parë, kur një zotëri kishte ardhur për të bërë plazh, ishte nga Tirana. Kishte ardhur këtu Sarandë, pra nuk duhet të përdoret kurrë për arsye private ky plazh. Unë jam nga Saranda, nuk është privat plazhi, po pra, atë po thoj edhe unë. Nëse do të bëj privat, do ishte shumë negative për mendimin tim.
Pra miqtë e mi, tashmë po shkojmë rreth 300 persona. Më vjen mirë që kemi shumë njerëz që na ndjekin. Lere në vaun sepse ai mori atë që meritonte, është Hide Forever në një kanal, kështu që ne vazhdojmë punën tonë. Atëherë jemi rreth një orë me transmetim. Vazhdojmë dhe pak minuta. Ora nuk jo, po ti në kontroll. Kemi një rritje temperature të konsiderueshme. Jam kurioz ta shikoj sa ka valur. 22 gradë temperatura.
Përshëndetje nga Milano, Gjimi, përshëndes. Deti është fantastik. Sidomos pjesa e jugut, mua është perla e Shqipërisë. Lexoj pak komentet. Tash me kemi 300 persona, dhe mirë. Shoh që kemi numër rekord shikuesish. Ju përshëndes gjithëve. Kush ka ndonjë grup të madh ose fanpage, sidomos grupet, ato kanë më shumë audiencë për momentin. Mund ta shpërndaj linkun nëse dëshiron, kuptohet. Dikush pyet, përshëndetje, cili vend është? Po pra, titulli e tregon shumë qartë, jemi në Sarandë. Shëndetëdore e re e Sarandës. Kledis, faleminderit për 5 pound. Faleminderit shumë, me përshëndet Kledis nga Anglia. Tani e pash që pas e bërë këtë donacion. Të përshëndes shumë. Drita e fortë më ka penguar të përgjigjem gjitha komenteve dhe nuk e kam vënë re edhe donacionin tënd. Respekte shumë nga unë. E vlerësoj.
po marrë diçka për të qetësuar pak minuta. Ndërkohë mos bëni pyetje të ndryshme, sepse tashmë i lexoj komentet, jam futur hije. Mirit si dhuron këto lekët, ti çojmë 100 euro. Për qefë, apo ata se më të bërë për meti? Për kë? Se bërë për shumë në i reportajë. Ne bëjmë video kështu për vende turistike, për zona turistike kështu, për turizmin pak a shumë. Kështu që për qytetarën e re, po, Albert Vaje Production, YouTube. Është direkt, është në transmetim. Rrotulloj pak kamerën, të shohim Sarandën. Unë jam ullur pak. Urdhro? Tonë për këtë, por tani këto i reklamoni o qa i bëni? Ne bëjmë kështu video për internet, për YouTube. Po, merremi me pjesën. Interes të vetës. Shikuesmërisht. Audiencë, jo, s'ka lidhje fare. S'ka lidhje. Fare. Në të kundër do ishte me gazetar, do ishte me regjisor, me skenar. Me jemi individ, më kupton? Individ. Po. Është dhe koha e bukur shumë. Po, koha fantastike. Dhe super. Super bukur. Saktësisht kur inaugurohet kjo, kur përfundon? Se disa thonë 12, disa thonë 16, në 15. Maj, sa është, 9 për një javë. Kështu thonëni. Po. Rama erdhi janë dyja që inauguroi para zgjedhjeve. Po thuaj se drejt ka mbaruar, kupton? Jo, shikoj që ka mbaruar. Ka pllaka, ka betone aty, kështu që. Ja, ato do ikin. Po aty dije do hedhin rër aty apo do Po, dalin? kush makina tani aktualisht deri ku shkoj e verdha, drejtimi këtë verdhë. Do bëhet Do hidhet edhe këtu. fantastike. Nga këtu dera dje do hidhet, do mbush. Super. Super. Edhe pjesa më tan, se ishte edhe Edhe një ajo pjesë e atë vogël. komplet. Super fare. Edhe juve ju ka dalë mirë pjesa biznesit këtu ama, ju ka dalë shumë bukur Super tani. fare. Se këtu ka patur lloj kioskash, më sa di, ka patur disa. Po, par vjet po që qe 12 metra, se vjet s'punon do të nga që prish kjo dhe pandemia, kupton. Super E fare. pyllëm, gjitha Shumë mirë. gjere, burë, këto nga këto pëmë të cishin, Po, këto pra, plakat u nivelluar se që vetëm atje e ngri pak zjerin, Po. se kështu aq sa ka qenë edhe këto dimolet. Qartë. Nuk ishte bërë ndonjë ndryshim i madh, kupton. Po. Thjesht siç Po, ka qenë ekzistencia. te pjesa e portit. Portit do spostohet, do kalojmë ata, Po, Aty do vazhdoj kjo pjesa atë do bëhet e jahtëve. do bëhet e jahtëve. Ajo martan. Aty ku është porti? Aty ku është porti. Kastrati, po. Jo, kjo është porti këtu, ky është porti Saranës. Dakor. Ana tjetër e Kodrës, Po. do bëhet i port për jahtë. E kuptova. Ja i nive. Unë jam nga Elbasani. Mund të shikosh punimet, dhe ke në YouTube, Albert Vaje Production, mund të shkosh aty dhe i ke gjithë aty. Atëherë të lexojmë në koment. Faleminderit edhe ty. Përshëndes. Atëherë pas pak ditë lëviz edhe unë. Okej, miqtë e mi, atëherë ju përshëndes nga Saranda, Sheki Lura. Faleminderit për 5 franga zviceriane mos gaboj. Përshëndes shumë. U bë shumë temperaturë fatikisht edhe mendova të qetësohem pak minuta këtu. Ndërkohë lexoj komentet bashkë me ju. Ju përshëndes gjithëve. Pra më pëlqen pjesa e qytetarës këtu, sepse pasqyrohet shumë bukur pjesa e detit. Deti i kaltër, siç mund ta shikoni nga pamjet. Shikoni sa bukur. Pra po të kamerën tjetër, për të patur një imazh më të mirë. Ilian, faleminderit Ilian.
njërit, të njoh si fytyrë thot. Respekt e merit, të shëndes. Nuk e di, kam muzikën lart ose ulët. Mbrëm kam bërë një video këtu në Shëndetore. Mund të shikoni në kanal. Ndërkohë po ju postoj linkun për ata që nuk e kanë parë videon. Video e mbrëmshme. Okej, copy linkun. Video që kam bërë mbrëmë është kjo. Po e shkruaj me tekstin video mbrëmshme. Kush dëshiron mu ta shikoj videon cilën kam bërë mbrëmë me drita, është video shumë e bukur. Atëherë dikush më shkruan do konkurroj shumë në turizmin e Korfuzit, duke sjellë të ardhura. Po vërtet shumë bukur, nëse ka investim, kuptohet, ka të ardhura. Në Gjerkasër isha dje, kam bërë video të djeshme edhe ty, por interneti në Gjerkasër ishte shumë problem. Ndaj nuk realizova 100% atë që kisha planifikuar. Atëherë, për pak po lëviz, Albert, njeriu punëtor, është të mëndorë. Të lumë për imazhet që sjell Hekuran, faleminderit Hekuran. Respekt nga ana ime. Të lutem. Jam kurioz të di nga na flasin fansat, nga cili shtet, nga cili qytet. Shumë faleminderit. Pra shikojnë e vetë, 500 lek, çmimet shumë të arsyeshme. Një Fanta 150 lek, pra 1 euro, kështu që super lirë çmimet. Atëherë vazhdojmë rrugtimin.
Vasili, përshëndes Vasili. Atëherë një Fanta portakall, 150 lek, që i bie gati €1.20 cent. Mendimi tim është çmim shumë i arsyeshëm duke menduar që jemi plus detit, son turistike. Shpresoj që ky çmim mos lëvizi kur të filloj tamam sezonin. Mendoj se janë çmime shumë të arsyeshme. Pasi të konsumoj drekën, ju jap edhe çmimet të drekës, por pak të mëngjesi hoteli edhe gjërat që kam konsumuar deri tani janë me çmime shumë të pranueshme. Delindat përshëndes. Ata e miqtemi edhe unë tashme do ta mbyll live streaming këtu, sepse pas dite do të rifutem sërish, ose do të jem këtu në Sarand, ose do të jem në Himar, ndoshta edhe në Vlorë. Do shikoj në Himar, nëse ka diçka interesante do ndaloj aty. Nëse nuk ka diçka interesante, do të jem në Vlorë. Mbas edhe në Fier, nuk e di. Por të shoh. Sepse tashme do duhet të filmoj edhe pamjet me dron. Kështu që ora ecën. Të shohim pak sa ka vajtur tani ora. Ora 12:10.
Okej, për miqtë e mi, ky ishte live streami që kisha përgatitur për sot paradite këtu në Sarandë, tek shëtetore e re e Sarandës. Atëherë do t'jemi pas dite në një live stream tjetër, pra e keni linkun në faqe. Pra live streamin e mbrëmjes unë paka shumë me bërë në Sarandë, do shfrytëzoj momentin për të bërë një live stream. Do shfrytëzoj momentin për të bërë live stream tjetër në Fier ose Vlorë, nuk e di. Nëse ka diçka interesante do t'jem në Himar, por të shoh, ndoshta mund t'jem në Vlorë ose në Fier. Do preferoja një live stream në Fier sepse kur isha herën e kaluar, aty kishte shumë shi, edhe kam bërë një live stream tepër të vështirë, fatikisht me çadër, me kështu. Edhe ishte koha shumë problematike, ndaj më duket sikur kam lënë atë mision për gjysmë, pjesën e Fierit. Ndaj mund të bëj edhe aty një live stream, por video e radhës sipas planeve të mia do t'jetë në qytetin antik të Beratit. Është e pamundur për mos e bërë live streamin aty. Më pëlqen shumë qyteti i Beratit, ka një vendosje të veçantë të shtëpive. Ndaj ata që nuk kanë bërë subscribe, i sugjeroj që të bëjnë subscribe në kanalin tim YouTube. Aty do të gjeni shumë video nga pjesa më e madhe e qyteteve të Shqipërisë, por dhe zonave turistike, siç është Valbona për shembull, që nuk mund të quhet qytet. Pra, keni nga Valbona, nga Vermoshi, nga Shiroka, janë zona të ndryshme turistike që unë kam menduar që të bëj video aty, duke parë që ka diçka për të treguar. Për shembull në Shirok, mozaiku i qilimit tek pjesa e sipër me dron, është një pamje fantastike që unë më pëlqeu shumë ajo pamje. Ndaj e keni video në kanal, mund ta shikoni, mund të bëni subscribe pra për të parë çdo postim që unë bëj në kanal, por mund të klikoni edhe në shenjën e zilës për të marrë njoftim sapo ngarkoj një video aty. Atëherë miq, ndoshta ju do doni akoma të shikoni, por unë tashmë duhet të vazhdoj me karikimin e baterive për të përgatitur për live streamin tjetër të pasdites, por tashmë do të bëj edhe pamjet ajrore me dron të Sarandës, sepse unë gjithmonë aty ku bëj një video me live stream, bëj edhe një video tjetër me regjistrim, të cilën e ngarkoj me rezolucion më të lartë në formatin 4K. Okej miq, atëherë me këto pamje ju përshëndes gjithë nga Saranda, uroj që të kaloni një diel të këndshme. Ndaj, s'kam që them tjetër, faleminderit që më ndiqni gjithmonë, respekte nga ana ime, unë jam Albert Vaja, subscribe dhe ikonën e zilës. Faleminderit, ju përshëndes, ku do ndodheni.